në këtë projekt ligj përveç aspektit procedural, që duhet respektohet, që duhet ketë konsultime publike, që ligji të jetë i kompletuar dhe që nuk rrezikon në asnjë formë të drejtat e njeriut dhe që mundson vërtet konfiskimin e pasurisë që është fituar nuk mund të justifikohet. Duhet disa çështje vetëm. E para, ajo që tham duhet të ketë konsultim publik, është standard kushtetuese. Domethënë konsultimi publik është pjesë e sundimit të ligjit sipas Komisionit të Venecias. Na e kemi në kushtetut. Nëse s'ka konsultim publik, shkilet parimi i sundimit ligjit i mbrojtur në kushtetut. Nuk mund të bëj ligje në demokraci që si konsulton me publikun. Atë se ne po na duhet një fjalë konsultim publik me mbledh njerëz sallë. Ligji që konsultohet me publikun në demokraci s'është legje, s'mund të më kalu. Veç për çato mund të mërcoj gjykata kushtetuse, krejt ligjin. Në fakt e ka rrezuar. Do thonë, veç për çato, veç nëse po të kesh veç një fazë, thotë s'ka pas konsultim publik, argumenton mungesën e konsultimit publik, gjykata harxhan. S'është diçka që s'restaurohet, domethënë. Ti duhet me na e kemi thonë mundësinë mes dy leximeve. E dyta, ato që thash edhe një herë përsëris, që nuk mund të ketë rregullime të caktuara për në këtë ligj me akt në ligjor, të bën prej drejtorit. Tjerat unë nxjerra këtu disa për shembull teknike mund t'i duken dikujt, po na që jemi juristë këtu jemi gjithë në tavolinë juristë e dimë që s'është ashtu, që pyet tregoj për shembull për seriozitetin e shkrimit të ligjit. Nenin paragrafin 4 neni 30. Thot, nëse mosa e përkohshme për sigurimin e pasurisë, presje përkatësisht mosa për sigurimin e pasurisë është urdhëruar, do të thotë dy herë të njëjtin koncept që ki përsëritje. Thot, byroja nuk paraqet propozim për konfiskim pasurisë brenda afatit të parapor nga paragrafi 1, 2 dhe 3 këtij ligji, gjykata më njëherë zyrtarisht apo me kërkesë të palës në procedurë anulon mosën e urdhëruar dhe urdhon që pasuria të vjet në dispozicion të palës. Paragrafin 1 dhe deri në 3 kur i lexon, flasim për kozgjatjen e mosës, jo për afatin e paraqitjes propozimit për konfiskim. Kështu që kjo tash bëhet e paqartë, a është ky afat për mosën apo për byron, se kupton. Ose për shembull e keni në 19, thotë përjashtimisht nga paragrafi 10, kur shkojsh e sheh që e ka fjalën për paragrafin 9, jo 10-shin. Ose e ki për shembull në 14, thotë nëse byroja tërhiqet me propozimin për konfiskim, çështja konsiderohet res judicata. Na dim që res judicata është një çështje që u gjyku në merita, e do vendos për të. Nëse byroja tërhiqet, ajo s'është res judicata. Ajo është tërheqje e palës në këtë rast byros për një çështje. Po për të konsideruar res judicata, do të më gjyku në merit me pas një akt gjykim. Jo akt vendim për mbyllje të rastit, ose vendim çka parashihet me nxjerrën atë rast, akt vendim besoj. Do të jetë ashtu. Ose ki për shembull paqartësi terminologjike. Më falni edhe një minutë për këto teknikalitete duken po. Për shembull e ki dikun pasuri e pa justifikueshme në 1 dhe 3. Pastaj ki pasuri e fituar në mënyrë të pa justifikueshme në 8 dhe 24. Tani ki pasuri e pa justifikuar, që s'është njëjtë me të pa justifikueshme. E keni në 41. E kështu me radhë që janë plot si gabime që unë i kum po, dhe është një ligj, i kam edhe disa pas po të më ngarku këtë diskutim. Shkruhen dispozitat sikur publicistik. Nëse gjyqtari vendos, tani gjyqtari thotë e thirr, prandaj duhet më thirr, andaj duhet më thirr këtë polë atë polë. Domethënë këtë gjua është për kujtoj edhe një herë këtu. Gjykata Evropiane drejt njerit ka disa vendime në cilat thotë ligjet duhet të jenë të qarta edhe të kuptueshme, është standard i sundimit të ligjit. Bile është një rast, duhet është Castillo kundër Spanjës, thotë nëse ligjet Gjykata Evropiane drejt njerit nuk janë mjaftueshëm të qarta, edhe thjesht ta më kuptu edhe prej atij që s'është jurist, thotë ajo përbën shkelje drejtave dhe lirive të njeriut, se njerëz nuk i kuptojnë obligimet dhe drejtat që rrjedhin nga ligji. Prandaj ky ligj kështu që është problematik me kalu. Pse ke nguti se ju pyeta edhe në fillim dhe tu i pa ditët që i kemi përpara që po harxiten për sa i përket mundësisë për ta zgjedhur presidentin e vendit, nëse shkojmë në zgjedhje, apo mbetet ky ligj? Kjo është, këtu kemi të bëjmë betim me një agjendë elektorale. A është edhe ky ligj në kuadër të kësaj agjende elektorale? Është pjesë e kësaj agjende elektorale ky ligj pa diskutim. Unë po ju them diçka, gjykata kushtetuese për mua i ka vënë në mënyrë të gabuar afat shtesë lëvizjet e ndosë për 34 ditëve. Nëse në një emision të veçantë kisha pas dëshirë me diskutu me juve. Në mënyrë të gabuar. Por duhet të jetë mësim edhe për gjykatën kushtetuese që kur bën ti vlerësime duke bazuar situatën politike, politikan din me të lënë llaç. Pse po thuaj që ka pas një akt gjykim në këtë rast që ka qenë akt gjykimi i gjykatës kushtetuese jo ndikuar politikisht, po i ka marrë parasysh konsideratat politike të tentuar me kriju balanse. O më që vendimi është gabim,
që ka thonë atë, se gjykata ka thonë çdo gjë që kemi thonë, ne ka thonë 30 ditë që janë rregull, 60 ditë, por ka thonë kësaj herë po bëjmë një përjashtim. Mendoj që përjashtimi dhe ajo që po ndodh është që Albin Kurti s'pe përdor asnjë ditë për me zgjedhë presidentin, këtë çfarë po ndodh ku vend Kosovës, ta kuptojnë qytetarët e Kosovës është po na bien ligje me procedurë shpejtuame, sa deputet, parametra një ditë na kanë pru 10 ligje, për 2 orë na kanë pru 10 ligje me diskutuar, thash ku vend, a ka deputet që ka lexuar 10 ligje i ka po. Ky është një prej elementeve të përgatitjes për vazhdën e veprimeve përgatitjeve për zgjedhje. Leximi i dytë është lënë me datën 27 kur përfundon afati i zgjedhjes presidentit, ajo nota që ju garantoj që do të ketë ligjin për konfiskim të pasurisë, do të ketë një seancë kishte tentim me zgjedhë presidentin, spektakli që jemi mësuar me po vazhdimisht. Po këtë s'ja kanë bërë qytetarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës duhet të ditë, VV-ja nuk e ka qëllim ajo që tha Gëzimi. Nëse kish pas qëllim, mo ti kish ndërheq këtë ligj. Nuk i rrëzu 2 herë në Komision të Venecias e nuk i rrëzu në gjykatë shtetuese. Ka rëndësime thonë edhe një diçka. Këtu është thonë shumë shpesh, e publiku duhet ta di, që gjykata kushtetuese është e kapur e ashtu e kështu. Komisioni i Venecias 2 herë ka gjetë vërejtje konsiderueshme në këtë ligj. Këta po llogarisin për përsëris thënë herë që me datën 27 ose e votojnë dhe e shesin propagandën që e miratum ligjin, ose e bin ligjin me defekte, me qëllim se të kanë bërë herën e kalume, që na me qunë gjykatë shtetuese. Po ne shantazhit moral të vetëvendosjes nuk i nështruhemi. Nëse ligji nuk implementohen vërejtjet e gjykatës, nuk përmirësohet, për këtë kusa ka mbetur, edhe PDK-ja premton që e voton nëse përmirësohen vërejtjet e gjykatës, ligji përfundon prapë gjykatë dhe ne se kemi në trem syni që thonë prej opinionit publik të dikujt që thotë jo po tutni pe ati pe këti. Nëse po mendojnë që tutemi, hajde implementoj vërejtjet që i keni thonë ju si institut, jo veç ne, i ka thonë KDI-ja në një analizë, po i ndëgjoj edhe kolegë këtu avokat e jurist të mirë këtij vendi që i thonë të pashëm të edhe vërejtje, se na e kemi një fjalë, e kemi, më falni që me përdori, po thonë ka na kur të thonë 2 vetë, që je idejon edhe mos kofsh idej moj për gardhi. Dhe kështu që kur të thonë krejt shoqënia që nuk ka mirë o mirë me në pas një reflektim. Faleminderit zoti Gruda, shkurt Gëzim se veç një plotësim. Nëse dikush potencialisht mendon që me të 27 në kontekst të përshpejtimit të procedurës, që me të 27 ne miratojmë ligjin për byron dhe pastaj pa marrë parasysh të rezultatit të zgjedhjeve, pa marrë parasysh se nëse futemi në një krizë institucionale tjere, e kemi byron dhe byroja mbetet, kjo juridikisht është e pasakt. Asnjë efekt juridik praktikisht nuk e arrin nëse miratot me 27 dhe vendi shkon në zgjedhje me 28. Për shkak se është pikërisht kuvendi që duhet me operacionalizu funksionalizimin e byros. Që vjen një kuvend tjetër nëse shkojmë në zgjedhje. Një kuvend tjetër, do të thotë, nëse ligji miratot me 27, me 28 shkojmë zgjedhje, shpërndohet kuvendi, nuk kemi kuvend kush me i zgjedh 3 anëtarët e komisionit. Dhe nuk kemi kuvend se cili kuvend që ta zgjedh. Gut krejt kjo puna e byros kur dihet që po flasim për 25 vite që s'ka mujt mu bo një konfiskim procedurë civile, dhe bashkë për që ka ditë është... Po jo, nuk është as për një sekund, sepse nuk arrin asgjë. Në kuptimin legislativ, te miraton edhe në shurtim të dytë me datën 27, ai edhe dekretohet për presidentës. Edhe hyn fuqi. Mirë, po për me u operacionalizu ligji, për me u funksionalizu byroja, do të mas pari kuvendi mi zgjedhë anëtarët. Që i bjerë edhe shumë mujë nuk mundet me u operacionalizu. Absolut jo, dhe pse do të mi kursy këtu edhe pak dit, nëse te din që nëse miraton me 27, kur gjës kime bu? Veç kime dollë me 28 dhe kime thonë, e kena miratu byron, dhe pret në tash byroja që kam ju buhojnave. Do të nuk ka sens për shkak se është pikërisht kuvendi do të me miratu projekt ligjin, mu shpoll ligji, pastaj me vazhdu veprimet pikërisht kuvendi dhe në funksionalizimin e byros. Për një me, më falë vetimis një minut, edhe kolegëve kërë pali. Nëse e ki për një meti me bo ligjin edhe me njek njerëzit që kanë fitu pasurin njërë të paliqme, pse ti, se qeveria në këtë rast, nuk i jep shansë një konsultimi publik, një javë dhe ditë me krejt partit politike, me krejt shoqërinë civile, me krejt ekspertë e këtij vendi. Pse nuk i jep shansë edhe një javë ditë me rregullu ligjin edhe me ta votu krejt partit politike? Pse si jep për 6 vjet? Pra, pse kur s'është bërë për 6 vjet, pse edhe ditë që ka vonë për me bë këtë ligj mirë? Që të pyetje duhet me bëj çdo qytetar i Kosovës. Faleminderit shumë, shikues nderuar, tani ju ftoj për një ndërprerje, që do të kemi marketing edhe kthehemi më pas në studio.